Në studio do të flasim tani për një temë krejtësisht tjetër, flasim për digitalizimin e shërbimeve publike. Në fakt, Shqipëria ka bërë hapa të dukshëm drejt digitalizimit të këtyre shërbimeve, por sfidat dhe mundësitë për përmirësim mbeten të shumta. Nga qasja e qytetarëve tek përdorimi i teknologjive të avancuara si inteligjenca artificiale, procesi kërkon një vizion gjithëpërfshirës dhe inovativ. Për të diskutuar mbi nivelin aktual, pengesat dhe rrugët e ardhshme të digitalizimit, në studio kemi konsulenten e inovacionit Faola Hodaj. Faleminderit, kënaqësi. Faola, përshëndetje, mirë se vjen. Do të flasim për këtë temë e cila shumë e ndjeshme, na i solli kryeministri me diellën në vëmendje dhe që sigurisht që ka bërë shumë jehon dhe jo vetëm në Shqipëri, por tërhoqem edhe gjithë projektorët e mediave ndërkombëtare, politikës ndërkombëtare, dhe kjo është një gjë e mirë për Shqipërinë, apo jo, sepse ka shumë rëndësi kur flitet mirë për ty, kur je kaq shumë në vëmendje. Por a u zgjidh vetëm me diellën ky problem? Së pari faleminderit që e have me diellën, se jemi bërë tamam lajm. Domethënë pak më kanë shkruar miqët e mikesha nga rajoni. Kështu që mendoj që si PR është shumë i rëndësishëm, por mendoj që hapa të mëtejshëm patjetër duan. Në nivel e digitalizimi, nëse mund ta kthejmë te digitalizimi i shërbimeve publike, sepse diella në një farë mënyrë ndihmon do të vi në ndihmën tonë për digitalizimin e shërbimeve publike në afatgjat. Nëse flasim për digitalizimin e shërbimeve publike, mendoj që janë bërë hapa të mirë. Për shembull, po lexoja një statistikë që numërohen rreth 50 milion veprime të kryera në Albania, që nga krijimi vet, që nga 2020-ën. Pra kemi një portal tashmë ku qytetarët futen, mund të nxjerrin dokumentet e tyre, kanë të dhënat e tyre, pra kanë një kod të tyre unik. Por nga ana tjetër, nëse flasim prapë për indekse, kemi vështirësi në aksesin gjithëpërfshirës. Pra, ne nuk mund të sjellim vetëm digitalizim duke sjellim sisteme të reja, por neve duhet të çojmë sistemet te qytetari. Sepse edhe në çfarë do lloj risi e sjellim, nëse mbetet në një nivel pra që më shumë të aksesueshëm lokal, po më pak e aksesueshme në të tjerë, nuk jam i arritur. Po kur thua ta them te qytetarët, Albania ne kanë celular, si mund ta sillim më afër? Po përpos Albanias ka shumë shërbime publike që janë të përfshira. Dhe gjithashtu dhe nga Albania ka shumë mosha e tretë për shembull akoma vuan me përdorimin e Albanias. Apo ka fshatra në të cilët nuk ka infrastrukturë. Pra, kur flas për gjithëpërfshirje, flas për broadbandin, për infrastrukturën. Sepse një nga indekset më të vështira që ka Shqipëria sot ka infrastrukturën. Pra mbetemi te infrastruktura dhe aftësitë digitalizuese të personave që merren me shërbime publike. Këto janë dy vështirësi. Mendon që është pikërisht infrastruktura që është edhe problemi më kryesor për të arritur të gjithëpërfshirë, apo ka edhe problemet e tjera të cilët e vështirësojnë? Patjetër, infrastruktura mendoj që është kryesorja, por gjithashtu dhe trajnimi i personave që merren me shërbime publike. Pra, edhe trajnimi i tyre në aftësitë digjitale, ku mund të ketë shumë hapa që mund të bëhen në nivel vendor, nivel shteti, mendoj që aty ka disa deficienca. E kuptoj, po si mund të trajnohen, të themi, këta persona në zonat rurale apo moshat e treta që ta përdorin i Albanian, apo është shkurt, kemi një njerëz që ka hapur një njësi, ka hapur një dyqan ose një pikë të vogël dhe i ofron ndihmë të gjithëve kundrejt një pagesë fare të ulët. Në fakt, unë dua të dal pak nga Albania, sepse mendoj që Albania është një hap shumë i mirë dhe ka arritur shumë, por përpos Albanias ka disa shërbime që nuk janë të përfshira. Kështu që kur flasim për trajnime, mendoj që mund të bëhet akoma më shumë, ndoshta duke shkuar nëpër shkolla, duke bërë programe, ato quhen alfabetizimit digjital, pra që të jetë në masë të gjerë qytetare. Dhe ka hapa që mund të bëhen edhe për fshatra që ndoshta kanë më vështirësi se ne njohim vetëm Tiranën, po. E kuptoj. Në fakt Shqipëria lëngon për infrastrukturë dhe për digitalizim. Po, përsa i përket administratës publike, pasi dhe ata ka nevojë për trajnimin e tyre, më të specializuar dhe më të përparuar, sigurisht, që të përdorin ashtu siç duhet inteligjencën artificiale, pasi është fjala e ditës, duke sikur është fjalë e modës, trendi, por aktualisht sa e aftë është administrata publike për ta përqafuar dhe për ta përdorur ashtu siç duhet.
Administrata aktualisht patjetër që më shumë operon ende me shkresa, sepse është vetë formati i një institucioni administrativ publik dhe është shumë normale. Ajo që mendoj do vi me kohën, pra duke sjellë sisteme të tilla, duke përmirësuar, pra duke sjellë chatbote për shembull që merren me ankesa, duke integruar siç e përmende inteligjencën artificiale në sistemet e administratës, do nevojitet edhe trajnimi i thellësishëm i tyre. Pasi ne mund të kemi punonjës administrate që kanë shumë vite dhe me të drejtë janë marrë vetëm një procedurë pune, pra ato kanë të drejtë në tyre të trajnohen në mënyrë që të menaxhojnë sistemet e reja. Kështu që ne nuk mund të presim që risit digjitale të vinë automatikisht me njerëz të trajnuar, sepse ata mund të jenë shumë të mirë në punën e tyre, administrata ka shumë profesionist, por mund të mos dinë, mos janë edhe know-how prej vitesh në ato vende pune, do të thotë që përderisa nuk dinë ta përdorin do t'i flakim nga puna, nuk e kuptoj këtë pra. Absolutisht, mendoj që njerëzit thjesht do marrin trajnime të thelluara, duhet të ketë programe trajnimi, në paktën në vizionin tim, programe trajnimi, në mënyrë që njerëzit e duhur, sepse jo të gjithë do merren me menaxhimin e sistemeve, por të gjithë ta kuptojnë sistemin, të gjithë të kuptojnë se si të shpjegojnë te qytetarit që cili është procesi dhe si e merr ti këtë shkresë, pra të kuptojnë sistemin nga A te Z-ja, pastaj jo të gjithë do e menaxhojnë, pra nuk është e nevojshme që të jenë të gjithë të digitalizuar në nivele. Kur flasim pastaj për inteligjencë artificiale, gjithmonë mendojmë tek rreziku i ruajtjes së privatësisë. Pra nëse kemi digitalizim të informacionit, digitalizim të shërbimeve, papritmas në kap frika se si mund të rrezikohet privatësia jonë apo se dikush nuk mund të ndërhyjë në dokumentet tona private, sepse dikur kur i kishim në regjistra, të futur në sirtar, të futur në dollap i ruanim apo jo, por tani janë të digitalizuara dikush që më aftë se sa ne mund të hakeroj. Pra si mundet të përdoret AI për të mbrojtur këtë privatësi, për të mos na rrezikuar? Tani e mira e inteligjencës artificiale është që e programojmë ne. Pra, është njeriu, pastaj vjen ndihmësi. Sepse në momentin që ne mendojmë që t'ia besojmë që të ardhmes inteligjencë artificiale dhe humbasim kontaktin njerëzor, nuk mendoj që kemi më përpara. Sepse pastaj vjen edhe dëme shumë të mëdha. Sa ne gjithmonë flasim për lumturinë që na sjell inteligjenca artificiale, sepse për shumë studentët po përfitojnë nga ChatGPT-ja aktualisht. Po bëjnë detyra kursi, po bëjnë provime. Po i bëjnë të lumtur, po apo i bëjnë të aftë është një gjë tjetër pastaj. Dua të them që po përfitojmë benefitet, pa e kuptuar që ne në fakt po e furnizojmë ChatGPT me gjithë informacionet që ne kërkojmë dhe gjithë profilin ton. Për ChatGPT-ja ka tashmë informacion inteligjent mbi një person që kërkon në të. Dua të dalë që inteligjenca artificiale duhet programuar siç duhet, pra për të ndihmuar në këtë proces, dhe problemi i privatësisë është shumë real, sepse në shumë vende të botës ne kemi dëgjuar skandale nga sulme kibernetike, ne kemi patur edhe në Shqipëri sulm kibernetik. Kështu që patjetër që ne i druhemi, por mendoj që duke u parafruar protokollet, sepse ka protokolle të privatësisë apo të drejtave të njeriut në epokën digjitale, mendoj që mund të jemi paktën deri disi më të ruajtur. Ajo që mendoj unë është që nëse ne shohim për shumë profilin e disa vendeve perëndimore, për shembull unë kam jetuar në Gjermani dhe Gjermania ka gjithmonë një backup. Gjermania nuk varet vetëm nga sistemi. Në Gjermani vazhdojnë akoma me shkresa, pra ti shkon në zyrat e administratës dhe ti duhet të presësh radhën, që duket që sharake unë thoja si ka mundësi, domethënë në Tiranë ne jemi më ndryshe. Shkon në Gjermani duhet të presësh në radhë. Pasi ata nuk i besojnë çdo gjë sistemit, se mendojnë që sepse ka një të keq sistemi, që nëse sistemi shuhet, çdo gjë të ndërpritet. Pra, ndërkohë që ai pirgu i dosjeve që ne kemi frikë, në fakt duhet ruajtur si backup. Pra